Shpeshherë kemi folur për talentet që dalin edhe që zbulohen nga Gjimnazi Publik Vllazërim Bashkim. Le të themi janë ata nxënës të cilët në një bashkëpunim të ngushtë me profesorët e tyre dhe udhëheqësinë po realizojnë edhe po sjellin gjëra të bukura. Një gjë e bukur dhe e veçantë është edhe ajo për cilën ne do të flasim sot, por ndoshta me disa aktivitete të ndërlidhura së bashku. Një këngë e cila vjen e kombinuar në gjuhën shqipe dhe në gjuhën malazeze, një këngë që flet për maturantët, ata të cilët janë kryefjalë ditëve të fundit, le të themi gjithmonë në aktivitetet shkollore, siç duket ai gjysmëvjetori i dytë aty është fokusi më shumë tek maturantët. Për të folur për këto projekte edhe për shumë çka tjetër të cilat ndërlidhen me aktivitetet e tyre, unë kam kënaqësi që kem në studio profesoreshën e psikologjisë Suela Dibrakaca. Mirëmëngjes, mirë se më vjen në studio. Mirëmëngjes, mirë se ju gjetëm. Kënaqësi. Dhe profesori i muzikës është Blerdi Maxhalli. Përshëndetje. Faleminderit. Ne do të fillojmë, le të themi, nga kjo që do të shpalosim edhe sot për herë të parë në ekran një këngë e cila vjen e kombinuar në gjuhën shqipe dhe gjuhën malazeze. Nëse fillojmë nga vetë teksti dhe nga vetë ideja, Suela, çfarë mund të themi? Si erdhi deri te gërshëtimi një herë të dy gjuhëve së bashku, por edhe tek ato fjalë të ndjera që përcjell kjo këngë? Kënga kujtime shkollore, këngë e dedikuar shkollës që tashmë po bëhet edhe si një himni i shkollës i Gjimnazit Vllazërim Bashkim. Ka një histori të gjatë, kisha me thënë profesor Blendi. Ka qenë ide drejtoreshës bile që vitin e kaluar e frymëzuar dhe e shtyrur nga një herë nga performancët jashtëzakonisht të mira të korit të shkollës në drejtimin e profesor Blendit. E ka patur idenë sikur të vimi me një këngë të shkollës, një këngë që do të përcillte ato kujtimet e emocionet e ndjesitë e shumë nxënësve, një këngë që do t'i mbete kujtim gjeneratave me radhë, por nuk është realizuar deri si vjet që shkolla kishte edhe një përvjetor jubile, përvjetorin e 60 të shkollës, edhe drejtoresha me atë entuziazmin, me atë energjin që paka shumë na infektoi të gjithëve, e kishte idenë që patjetër këtë vit do ta realizojmë një këngë të shkollës. U angazhuan të gjithë grupi punus, unë me thënë të drejtën, këto kolegët ma din pak një pasion kështu të fshehtë që e kam që her pas here hedh do vargje në letër. Edhe më thonë si, a mund është ti mu angazhu pak në këtë drejtim? I them, jo, unë zakonisht shkruaj vetëm prej nevojave të diktuar nga puna me fëmijë, tekstet e mia zakonisht kanë qenë për grup mosha më të vogla, nuk e di, a mund ta bëjon atë gjë. Edhe por kur e sheh entuziazmin, pasionin, atë energjinë pozitive që sa shkoshim në shkollë, apo e bëjmë, apo ulemi si po e bëjmë, gjithmonë përpara ajo drejtoresha me gjithë atë përkushtimin e seriozitetin, këmbguljen që tashmë është koha. Edhe më mjaftoi nganjëherë një fjalë e saj, një shtys për më kthyer në vargje, në fjalë të tekstit. Edhe ula e shkruva diçka, e ndava me grupin. Një tekst i gjatë, ulëm, e diskutuam, e përzgjodhëm. Ishte kënaqësi, biles që tha dhe profesoresha, ideja ishte e drejtoreshës duke parë punën, vullnetin e nxënësave, dhe thoshte, mund të them ka një vit që ajo po kërkonte diçka të veçantë për shkollën dhe pa momentin, dhe erdhi tek ideja që të ishte këngë e veçantë, si një lloj himni prezantim. Dhe me mbështetjen e kësaj mund të them maksimale, ku e falenderojmë drejtoreshën Ardita Kovaçi. Me mbështetjen e saj e mlodhi grupin krijues dhe na bashkoi në një vullnet. Dhe ne shpesh bënim edhe lojna në kuptimin i bimi në gjë ashtu, jo atë melodi që ishte, edhe që klasën e kena afër drejtoreshës, ajo vjen thotë, "Ç'është kjo melodi? Jo, nuk pëlqen. Pse se bani më mirë?" Deri kur erdhi momenti dhe e tregum, besoj që ka dalë një këngë e mirë, ishte në dy gjuhë. Disa faza këngë, edhe kalot e komisionin, a ishte sepse drejtoresha i kishte idenë dhe kishte kërkesat veçanta si do duke, si do të vinte kënga. Edhe analizonim çdo element edhe prej verzionit më të gjatë, u ndryshu deri në një version përfundimtar që e këndojmë sot. Edhe më kujtohet profesor Blendi kur erdhi në versionin përfundimtar tha, a ke pas ndjesinë ndonjëherë që kjo mundet më bërë një hit edhe një këngë e mirë, se atëherë
u motivua dhe më tepër, erdhë me deri tek punoj fort për melodinë, për kompozimin, për marrë në verzionin që ka sot kënga, që pastaj ideja ishte që të vinte në dy gjuhë. Dy gjuhë, ishte për të reflektuar ndërthurjen edhe gërshetimin edhe të mësimdhënies së shkollës sonë. Edhe aty angazhohet edhe profesori Shaldiana që bëri përshtatjen e tekstit nga gjuha shqipe në gjuhën malazeze dhe u fillu puna me korin edhe e shkollës. Kur vjen një këngë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën malazeze, vjen teksti së pari, por tani të realizohet melodia dhe e gjitha të kombinohet dhe të gërshëtohet të shkrihet në një, ka qenë, le të themi, ndryshe nga punimet e tjera të cilat vinë vetëm në një gjuhë? Absolutisht, në momentin që ty të vinë dy gjuhë, dhe më thonë duhet me pas parasysh që melodia mos të prishë, se një gjuhë anon, një gjuhë ka tekst ndryshe, një gjuhë tekst ndryshe, dhe kjo e veçanta kësaj këngë është kjo në dy gjuhë dhe nuk e shprish as një element, as një harmoni, as një interval melodik, ka dalë original në të dy gjuhët. Vjen një këngë e cila, le të themi, interpretohet nga disa solistë, të cilët janë zbuluar, ka pak kohë që janë zbuluar, le të themi, ka disa vite, dhe është fal një angazhimi që edhe ju vetë si profesor keni bërë me këta nxënës. Tani, përzgjedhja për të qenë pikërisht ata solistë në këtë këngë, si u bë? Shumë, përzgjedhja është shumë e rëndësishme, dhe me thonë, tek kënga kemi korin dhe kemi solistët. Në përgjithësi korit e veprat muzikore përfaqëson një masë më të madhe, dhe me thonë një energji, një mendim më të gjanë, dhe në këtë rast të kënga ne na prezanton gjeneratat të ndryshme, të cilat janë në shumicë, ndërsa solistët ato përjetimet e veçanta se secili ka me shkollën. Mandër përzgjedhja e solistëve ishte pak më lehtë se ka kohë që punon me to dhe i njohim tingëllimin e tyre. Janë pesë solistë, duke filluar nga Mirjana Marniković, është Danilo Kuzman, është Vanessa Smajler dhe Aksa Resulbeku. Dhe parut më në korin i cili dha një energji. Melodia në përgjithësi ishte thjesht e cila mahet më lehtë me një tekst energjik. Orkestrimin duhet ta falenderoj shokun tim dhe kolegun tim Ardian Hasanagën, e cili e bëri orkestrimin e këngës në mënyrë profesionale, si dhe incizimin në studio. Edhe vjen me një, le të themi, me një spot të bukur nga ambientet e shkollës për ta afruar gjithashtu spoti e çoi në një nivel më të ndryshëm, afroi më afër motivin te publiku, profesori kolegun Almi Suk, të cilin e falenderoj. Qëllimi ishte që çdo varg çdo forme e përkthyer në melodi nga profesor Blendi të sillte kujtimet, të përcillte ndjesitë dhe përjetimet e një vendi ku ti rritesh, ku mëson, ku zhvillohesh, ku gabon, ku përjeton kujtime nga më të ndryshmet, edhe kjo të pasqyrojmë në formën më emocionale të mundshme, në mënyrë që të mbetej një kujtim, edhe qëllimi i fillestar ishte që të bëhej diçka që të mbetej kujtim për brezat. Që të gjithë nxënësve të shkollës të shkonin me një kujtim të bukur nga shkolla, me një këngë që mbase do të mbetej një himn i shkollës sonë, edhe i të tjerëve që mund ta këndojnë për tjerë. Unë i ceka edhe maturantët në fillim, sepse ne ndoshta gjithmonë, kur jemi në fund të vitit, sikur marrim këngë të njohura, për të festuar edhe për të kënduar më shumë për shkollën, për kujtimet e gjimnazit edhe si maturant. Besoj se tani e kanë një të vetën, nuk është e nevojshme me që vetëm të marrim edhe të gëzojmë edhe të këndojmë me këngë të tjerë. Kënga është pëlqyer që në fillim për i grupit. E kanë mësu jashtëzakonisht shpejt edhe e kanë këndu me dëshirë, me pasion të madh në të dyja gjuhët. Ju ka merr në vesh me një dëgjim. Më thonë me një herën e kanë bërë si tynën, se kanë përveçuar aq bukur saqë besoj do kujtohet edhe shumë gjatë me gjenerata dhe me gjenerata. Kori i shkollës, nga ana tjetër, le të themi ky është një finalizim i punës së palodhshme deri tani që sjell një produkt të vetin për shkollën. Por kori i shkollës ka kohë që është aktiv, le të themi, jo vetëm brenda mureve të institucionit të gjimnazit publik Vllazërim Bashkim, por edhe jashtë saj. E shohim në shumë aktivitete. Si u arrit kjo, le të themi, që një grup i madh, sepse përbëhet sa është numri i korit? Tash më thonë parafërsisht kemi të 60 anëtar me instrumentalist. Janë shumë, kur e shikon. Me të vërtetë është me plot gojë një kor i mirë formuar edhe me një numër të konsiderueshëm. Tani ti mbash këta nxënës, jo vetëm në shkollë, por edhe jashtë me aktivitete. Si është arritur kjo? Energjia me këto nxënësa ishte plot, dëshira tyne ishte madhe, çdo
detyrë që i japim çdo këngë kur e mendojmë se hajde ta këndojmë këtë këngë apo tjetrën, e marrin me shumë seriozitet. Fillimet ishin domethënë në shkollë, këndonim brenda shkollës, mandej filluan ushtun si grup. Në fillim kisha vetëm një instrumentalist, ishte një vajzë që luante gitarë, ishin diku 20-25 vjet. Mandej me kalimin e viteve ushtum dhe sot gëzon 60 vjet dhe mund të them që ka raste që ato e përfundojnë shkollën dhe na kërkojnë prap të kthehemi, t'i kujtojmë ato ditë dhe na me kënaqësi më të madhe i marrim prap. Këtë vit e kam edhe kolegun tim, profesorin Arnor Teden, të cilin e përshëndesim, është me harmonik, me fizharmonik, domethënë është pjesëtare i Joni dhe çdo këngë interpretojmë bashkë. Kanë qenë disa aktivitete të cilat janë të rëndësishme edhe për promovimin e qytetit të Ulqinit. Aty kanë qenë pjesë edhe nxënësit. Kemi pas shumë ftesa, domethënë mund me veçu ditën e Ulqinit, ku ne na u besu që ta këndojmë himnin para presidentit të vendit, i cili ishte prezent dhe na japi shumë komplimente. Mandej këngë tjera, për Sweet December, festat e fundvitit, mandej shporta vjeshtës. Në të aktivitetet të cilat me të vërtetë shënojnë ngjarje në qytetin e Ulqinit. Tani ne japim le të themi shpirt vargjeve dhe ju japim ndjesi të bukur me tingujt, por mund të themi që aktivitetet e shkollës janë duke u gërshëtuar bukur me ndjeshmërinë qoftë në këngë, por edhe në atë çfarë kemi parë kohëve të fundit, talentat e jashtëzakonshëm në teatr. Po i gërshëtoni bukur këtë pjesën e kulturës. Suela, nëse të pyes për interpretimet, tashmë me qenë se folëm pak më gjatë për interpretimin e korit, pjesa tjetër, ajo çfarë kemi parë kohëve të fundit, interpretimet teatr. Si le të themi, shkolla jonë ka shumë talente. Gjitha. Shkolla jonë ka shumë talente. Jo vetëm në fushën muzikore që e tha profesor Blendi, por kemi seksionet veçanta edhe grupet veçanta të aktorëve, të recituesve, të shkollës, edhe fëmijë që të artit. Fëmijë që edhe nxënës që kultivojnë talentet e veta, që kanë prirjet e veta në fusha të ndryshme, por edhe kjo e identifikuar nga profesorët e lëndëve përkatëse, të shtyre, të motivuar për të bërë gjëra të bukura, edhe kur e shehti përkushtimin, dëshirën, vullnetin, pasionin e tyre, talentet e tyre, ato janë frymëzim për secilin profesori që të bëjmë diçka që t'i aktivizojmë edhe t'i nxjerrim në pa çdo talent të tyre. Edhe kjo ndodh edhe në fushën e muzikës, por edhe në këto arte. Kohëve të fundit u shënua Dita botërore e teatrit nga aktivi gjuhës shqipe, të cilët profesor Burimi, profesor Eshnora, profesor Vediha, që kanë bërë një punë palodhshme me nxënësit e shkollave profesionale, që na ofruan një program të larmishëm, me shumë emocione, me shumë të qeshura pafund. Sot kemi një tjetër aktivitet, një forum teatr Thyej Heshtjen, që nuk është vetëm një pikë artistike, por është një hapësirë reflektimi edhe diskutimi me problematika që i prekin të rit dhe mënyra për të gjetur zgjidhje alternative. Dhe kështu aktivitetet nuk kanë të sosur në gjimnazin Vllazërim Bashkim. Edhe kjo fal edhe frymës edhe përkushtimit, edhe drejtimit, plot pasion, plot energji, edhe të udhëheqësisë së shkollës. Që kjo frymë pastaj përhapet në çdo ambient edhe ndihet, edhe profesorët ndihen më të motivuar, edhe nxënësit ndihen më të motivuar për të bërë gjëra të bukura. Tani me korin kemi dalë jashtë mureve të shkollës. Po me seksionin e teatrit, do dalim jashtë mureve të shkollës? Mendohet le të themi që këto projektet të shpalosen edhe në skenat të tjera? Kemi pas ftesa, kemi projekte të radhës që nuk kam qejf t'i zbuloj sot, por edhe me grupin e teatrit, edhe do të ketë aktivitete dhe jashtë shkollës.
Kënga që sollëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën malazeze do të promovohet tani, ne kemi në rrjetet sociale, kemi në YouTube, por ndoshta le të themi të dalim jashtë kufive të Ulqinit edhe me prezantime më konkrete apo mbesim në këto rrjetet sociale? Besoj që do dalim, por nuk do mbesim si sekret, por do të besoj, kena shpresë, kena vullnet, kena dëshirë që me dalë edhe jashtë kufive, me disa pikë, se repertori jon gëzon edhe këngë në gjuhë tjera, dhe me thonë, jo vetëm gjuhën shqipe, me zhanra të ndryshëm, kështu që kena një larmi që lirisht munda, dhe me thonë, me përçuti. Profesor Blendi është goxha modest në punën e tij, por unë më them që jemi krenarë se gjimnazi ka korin më të mirë në qytet. E vërtet. Udhëhequr prej profesor, prej mjeshtër Blendit, i cili me përkushtim të madh, me bë një punë të palodhshme. Ne themi dirigenti është Blendi, por udhëheqësia jonë është dirigenti jonë, se që edhe dirigentin udhëheqësinë kena të mrekullueshme. Ashtu është, kjo ndërlidhet, është edhe të jep atë frymën e bashkëpunimit që reflektohet edhe në projekte. Se me thonë, energjia jonë ishte mirë, puna jonë ishte përbashkët, unë kam edhe ma kallaj se e kuptoj se që ka dash me thonë për shumë tekstin dhe për mu ish ma letë, ma e kuptushme se që dhe me thonë. E njojnë të gjatë dhe me profesoreshën, se bashkëpunimi, korelacioni shumë i rëndësishëm për me dalë një vepër e bukur. Nxënësit të cilat janë pjesë e korit, padyshim që kanë aktivitetet e tyre, le të themi edhe jashtë shkollës ndoshta, por edhe ato obligimet në shkollë. Njëjtë si janë edhe nxënësit të cilat janë në sektorin e teatrit apo shumë çka tjetër. Tani ju vetë si profesor, jeni shumë kërkues kur vjen puna tek lënda juaj konkrete apo le të themi nxënësit të cilat janë në aktivitete shkollore mirë kuptohen në këtë pjesë ndoshta të mësimeve strikte? Kjo pyetje vjen si ta bëjnë nxënësit tani. Sikur ti kishin pyetur nxënësit, me siguri profesor Blendi kishin pas pak ankesës, sepse mundohemi me i kulibru dhe me i balancu të dy anët, sepse primare është procesi arsimor dhe edukimit, atë kemi primare, por nga njëherë në momentet të caktuar, kur kemi deadline, kur kemi data shumë të afërta që me të vërtet kërkojnë një përgatitje për një kohë të shkurtër, duhet edhe të shprehim pak edhe mirë kuptim, edhe t'i përkrahim, sepse nuk është e lehtë nga njëherë edhe të angazhohen në pjesën e mësimit edhe të mësosh, sepse pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme, jo vetëm në kor apo në pjesët e aktrimit, kërkon orë të zgjatëra provash, kërkon orë të zgjatëra të mësuarit të tekstit, edhe ajo është një formë të mësuarit. Pra nuk mund të kërkosh të pamundurën për nxënësve kur e din që ata shumë orë do të angazhohen edhe për mësimin, edhe për hyrjen në rol, edhe për mësimin e këngës, edhe për mësimin e rolit, për mësimin e tekstit. Kështu që duhet patjetër të kemi edhe mirë kuptim në këtë drejtim. 60 vjetori u shënua me disa aktivitete. Ishin 3 ditë le të themi të bukura, të cilat kujtuan ato të cilat e kanë filluar këtë gjimnaz, kujtuan ata të cilat kanë hedhur dritë për dijen, por le të themi duke filluar nga ata dhe duke kaluar edhe tek nxënësit si një përcjellje e gjeneratave të cilat vazhdojnë me këtë frymën e mirë. Nëse nisemi nga ajo se janë kujtuar gjeneratat, edhe nga ajo që është gërshëtuar bukur edhe me gjeneratat që janë tani, vetë ndjesia le të themi edhe juaj e punës, a ishte ndryshe nga shënimet e ditëve të shkollave të viteve të kaluara me këtë 60 vjetor? Unë do them që ishte më përgjithësi. Ishte përgjithësia më e madhe, kvaliteti do ishte normal më final, si tek një lojë finale. Dhe besoj arritëm. Lërmishmëria e aktiviteteve edhe për nga ana e përgjegjësisë që kanë pas në mënyrë të veçantë të grupi organizator, si thati edhe ju, na vuri para përgjegjësisë të vazhdimësie të një pune të mëhershme, edhe gjithë aktiviteti kishin atë kryefjalen, atë emërusin e përbashkët, mirënjohje, respekt, falënderim për punën e deri tanishme, edhe kërkesa të vazhdueshme për ngritje të një standardi më të lartë në fushën e arsimit dhe jo vetëm. Unë ju përgëzoj për gjithë le të themi punën edhe angazhimin. Tani për të përgatitur një këngë të re të korit, sa kohë ju merr kështu në përgjithësi?
merr kohë, dhe më thonë, ne në përgjithësi shkoj me këngë që janë të njohura. Unë anoj ka dhe muzika popullore kam qef me shpalos, dhe publiku gjithmonë ne i japim atë më të mirën që mendon, por njëkohësisht jenë edhe në rrjedhë se çka kanë qef edhe ato me dëgju. Kështu që një këngë një muj, sepse është grupi vokal. Solisti e kryen pjesën e vet më shpejt, mandej pjesët korale, se ne punojmë me shumë zëra. Dhe me thonë, dojnë një fije pak ma shumë angazhim. Duhet të cekët që interpretojnë edhe live shpesh herë. Live na kemi, si me thonë, si krye fjalë. Mi po ka raste kur nuk teknika mungon. Po, në momente të veçanta. Po dhe na duhet me incizu. Jo me qefin dëshirën tonë, por nevojë. Shojmë nxënës të cilët janë të angazhuar edhe le të themi tek kori edhe tek teatri. Janë nxënës të cilat ndoshta kjo pjesëmarrja në disa aktivitete edhe pas përfundimit të shkollës do të jetë si një udhërrëfyese për ta se ku ndoshta të drejtohen pastaj. Kemi nxënës të cilët e shohin le të themi të ardhmen e tyre në muzikë apo në teatr, nga ajo çfarë edhe ju jeni më të afërt edhe flisni me ta. E vërtet kjo që thoni ju, shpesh herë edhe ky angazhimi sikur i orienton edhe ushqen atë dëshirën dhe pasionin e tyre që ndoshta edhe me zgjidh si një profesion. E vërej një hezitim të nxënësve për të menduar aktrimin apo këngën si profesion të vetmin. Ndihet ajo tendenca që shiko profesori unë do të marrë një drejtim tjetër, po këngën s'do ta la ose aktrimin nuk do ta lë, sepse nuk e shohin si perspektiv të vendit tonë. Një vend ku na mungon teatri, një vend ku na mungojnë shumë gjëra, edhe nuk e shohin si profesion të tyre të vetmin, por si një hobi edhe si një dëshirë që ato do ta kultivojnë, nuk do ta lënë anash, por krahas një drejtimi tjetër profesional. E bukur është që nëse nuk i merr profesion, pasion. Patjetër, pasioni nuk shuhet. Pasioni nuk shuhet. Tani këtë pasion unë do ta shpalos në minutat në vazhdim për këtë projekt që ne folëm. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re, duke ju dëshiruar shumë suksese edhe gjurmë të tjera të bukura për të lënë, le të themi, së bashku me nxënësit edhe me gjithë profesorët që angazhohen. Faleminderit ju. Faleminderit ju që vazhdimisht i jepni zë edhe punës edhe aktiviteteve edhe të gjimnazit. Patjetër. Faleminderit dhe le të themi tani një bravo e madhe shkon për ata nxënës, të cilët do të ndiqni tani në vazhdim me projektin e tyre, një këngë të bukur në gjuhën shqipe dhe malazeze të kërshëtuar së bashku, kujtimet shkollore. Ne do takojemi së bashku ditët në vazhdim. Mirupafshim.